Një grup të rinj nga Belgjika vizituan RTS Korça ku patën mundësinë të njihen nga afër me punën që zhvillohet në televizionin publik rajonal. Gjatë vizitës ata pan studiot e emisioneve dhe të lajmeve, u njohën me procesin e realizimit të programeve televizive, si dhe me pajisjet teknike që përdoren në përgatitjen dhe transmetimin e tyre. Për shumë prej tyre, kjo ishte hera e parë që vizitonin një televizion, çka e bëri eksperiencën edhe më interesante. Nuk kam qenë më parë në një televizion, është shumë bukur këtu, sepse zbulova gjëra të reja shumë interesante. Më pëlqyen më shumë studiot ku pam të gjitha sfondet e emisioneve dhe kamerat, është vërtet shumë bukur. Përshtypje pozitive la edhe atmosfera e punës në RTS Korça, e cila sipas vizitorëve ndryshon nga ajo që ata kanë parë në Belgjik. Është bukur për mua që pata mundësi të shoh këtë televizion këtu në Shqipëri, sepse në Belgjik është ndryshe dhe diferencat janë shumë të këndshme. Është bukur të shoh se ju e pëlqeni punën që bëni. Më shumë këtu më pëlqejnë njerëzit, sepse ju dukeni shumë të lumtur me punën tuaj dhe jeni krenar për televizionin tuaj. Është shumë e këndshme të shoh një gjë të tillë. Vizita u zhvillua në kuadër të aktiviteteve njohëse dhe kulturore që grupi të rinjve po zhvillon në Korçë, duke u ofruar atyre mundësinë të njihen me institucionet dhe jetën kulturore të qytetit.